shikoni kush vjen, po është ajo, Prudence Petit pa. Me maqokun bukurosh, keq për si ti ndjekim bashk. Hejti, Prudence Petit pa, të gjithë ne me ty, gjithmonë jemi bashk. Elliot, Jojo dhe komisar, zburimet më dha bëjmë bashk. Është nat apo është ditë, unë nuk pyes për asgjë. E di se gjithmonë nga mbrapa, ka motrat beshamel. Heju, zoti komisar, prangat bëj gati u zgjidh një mister. Të gjitha këto zhvillohen në musheron, dhe kështu na argëton. Mos ki frikë, zemra ime, unë të dua shumë, po s'kam rrugë tjetër. Parat zot, si nuk e morën vesën nga na iku? Mos u shqetëso, Lix, pa tjetër që do ta gjejmë. Që është kjo zhurmë këtu? Po ti çfarë bën këtu? Si e ke emrin? Po çfarë do të thot kjo, ha? Po çfarë të bëj unë me ty, more, ha? Shkoj më mirë të takojmë Prudencën. Çfarë? Një aksident? Një makinë në kanal? Erdha. Duhet patjetër t'i tregojmë komisarit, sepse ky është fëmijë i braktisur. Së pari ky fëmijë duhet të gromësi. Pastaj të premtoj që me njëherë ne do shkojmë të takojmë komisarin. Eja, bukurosh, nuk ke pse fshihesh poshtë dollapit. Më duket se është xheloz. Gruaja e re që po ngjiste makinën është në spital, është në koma. Makina është shkatëruar. Po mjet identifikimi gjetët? Asgjë, komisar. Por ne na lajmëruan që makina është e vjedhur. E kuptoj. Durok, tani e ke ti në dorë. Komisar! Komisar! Çfarë? Hyni brenda. Komisar, ky fëmijë është braktisur sonte përballë shtëpisë së Elliotit. Duhet t'i gjejmë menjëherë të jëmën. Sa çudi. Sonte zbuluam një grua pa mjet identifikimi, me një makinë të vjedhur, dhe tani na del edhe një fëmijë. Po sikur kjo grua të jetë mamaja e fëmijës, komisar? Atëherë më thuaj, Prudence. Pse një grua që vjedh makina do të braktiste fëmijën e saj në rrugët e Musheronit? Kjo gjë nuk ka asnjë kuptim. Mos ndoshta ajo kishte frikë nga dikush apo nga diçka? E ku mund ta takojmë ne atë grua? Është në spital. Por tani ajo është në gjendje kome. Komisar, nëse ajo grua është nëna e fëmijës, mendoj se ky do ta njohë menjëherë nënën e tij. E po ndoshta. Ikim. E shkreta, nuk është zgjuar ende. Atëherë, voglush, a është kjo mamaja jote? Po si pret nga ky fëmijë që ta njohë atë në këtë gjendje? Për sa kohë nuk e dim që kjo është e jëma, ky fëmijë do të rrijë në kujdestarinë time. Siç e shikon Prudence, ti bebushja as policia nuk i pëlqen ka. Pas kanë shkruar për të këtu. Artikulli thot që është në spital. Ikim. Kete drejt. Ajo është makina e saj. Zotri, mund të bëni pagesën? Baje kusurin.
A, mjaft lëvize, vogëlush. Po kjo çfarë të jetë? E kuptova. Do të më tregosh që ran nga rrobat e bebes. Kështu? Mund të ketë ndonjë informacion për ty, vogëlush. Po, si mund të funksionoj ky send? Mendoj se Xhoxhoja do të na ndihmoj për këtë gjë. Çfarë po bëjmë kështu? Kërkuam në të gjithë dhomën, por nuk ka asnjë shenjë të disketës. Po fëmijën, ku ta ketë lënë? Po, nuk na intereson fëmia. Na duhet vetëm disketa. Tani jemi vetëm unë dhe ti disket. Çfarë po ndodh Eliot? Gruaja u arratis? Po vi, më duhet të shkoj në spital. Beben mbaje ti. Komisar, gruaja e re doli nga koma. Ajo goditi oficerët e policisë dhe u arratis. Kë oficer policie, sepse vetëm unë jam policia. Komisaru Liksi dhe komisar Robinsoni nga Departamenti i Krimit Ekonomik. Por unë e njoh këtë burrin. Ne, zotri, ishim në kërkim të një gruaje me emrin Alisa. Ajo punon në bankën kombëtare dhe ka vjedhur një disket kompjuteri mjaft të rëndësishme. E kam parë këtë burr. Atë burrin me shenjë. Diçka Gjithsesi, më thotë që Pamakin këta nuk nuk ka janë ku ikën. polic, por janë kriminal. Por, ata kanë kartën e policit? Komisar, duhet të vendosim postobloqe kudo. Po, zotri. E po ikim, pra, ikim. Çfarë historie? A? Më duket se portretin e atij burrit me shenjë e kam parë edhe në gazetë. Më duhet ta gjej dhe do t'ja vërtetoj Eliotit se unë kisha të drejtë. Nëse ata janë bandit, ne duhet të mbajmë beben, gjithashtu dhe disketën. Hej, gjeta! Shiko këtu! Banka kombëtare. Prit, s'ka mbaruar. Klikoj këtu dhe... Mos, kompjuteri do një fjalë kali me 4 numra. Dhe unë s'do e gjej dot kur. Më duket se këtu pas kam dhe unë shumë punë. Të shpejtojmë! Dhe ja tek Ike, Elena të qumshtin, një lodër të vogël për vogëlushin dhe kjo karroca që do të shërbej të bësh xhiro. Po për kë është kjo karrocë e bukur? Zoti Kataplazma nuk po tregojeni ndershëm. Kur na dhat kusurin pak më parë, na dhat një kartë monedh falso. Një para falso po thua, nuk është e mundur. Unë nuk është e mundur. Megjithatë do ta mbaj unë që ta kthej te banka kombëtare këtë. Banka kombëtare? Ja, tani po i jap kusurin e rregullt. Ja ku e keni. Faleminderit. Sa i mirë që është. Ja, që n'ka bërë dhe me fëmijë tani, sikur të mos mjaftonte maçoku. Po të ma japësh këtë kartë monedhë falso, unë do ta zbuloj se nga e ka origjinën. Po kjo është e thjeshtë. Këtë më ka dhënë librashit si Prudence. Mjaft bukurosh, lëre të qetë bebushin. Ernest, a e ke parë këtë kartë monedhë? Është i Palamedit. Ai bleu gazetën sot me këtë në mëngjes. Më kujtohet sepse ai është i vetmi klient që më ka paguar sot. Po, pa dyshim që është i ati. Palamed! Palamed! Ej, më prit pak! Palamed! Palamed! O, ai është shurdh. O, që më lodhi ky shurdh i keq. Më falë që së të dëgjova, kam vënë kufjet se po mësoj anglisht. Shumë mirë. Mos ja dhat ju gjë këtë kartë monedhë librashit si sot?
I don't know, Miss Prudence, por këtë gjë edhe mund ta di. Po ty kush ta dha? Ma dha Klovisi, jam I sigurt, sepse ai gjithmonë I palos lekët kështu. Ja, e shikon të cepi? Sorry, jam me vones, më duhet të iki. Bye bye. Bukurosh, ti qëndro këtu me vogëlushin. E dashur Prudence, duket sikur sapo ke ardhur nga maratona. Çfarë mund të bëj për ty? Do të doja të takoja Klovisin. Oh, fatkeqësisht ai ka shkuar për pushimet e verës për 2 javë në Nepal. A të besohet e dashur? Atëherë nuk do e zbuloj dot nga ka ardhur kjo. Oh, zemra vogël, sa e mirë që është. Joko. Mos u bëj qesharake. Më ka shëngjanëshe? Shiko, është bebja Alisës. Ndoshta Alisa ja ka lënë beben e saj gjyshes. Ndoshta beben bashkë me disketen. Policia! Sa e bukur, e? Kam vënd pos bloqe kudo. E dashur Alice nuk ka ku na shkon. Oh, sa I mirë që është. Sa I lumtur që është me mua. Po, jam e sigurt për këtë, po tashim duhet ta ndërroj pak. Gjasht, 8, 9, 0, nuk është ky. Jepi, Gjoxho, një hetues I mirë duhet të ketë durim. Shumë durim. 6, 8, 9, 2. Po, ke të drejtë. Po njësoj e Ndoshta janë komplikuar 4 gërma. As ti nuk po më ndihmon, po të paktën të më ndihmoje pak. E kupton që kështu nuk do ta gjej dot kurrë. Pa të shojmë. E vetmja gjë që di të thotë është BLOP. Uaj, gjeta! Është e tmerrshme. Dikush ka rrëmbyer Clotilde Bechamelin. S'ka rëndësi, mbeten akoma edhe 2. Atëherë shpejt të ikim. Vogëlush, ti do të rish me Gjoxhon. Oh, mos, çfarë kërkoni nga unë? Të pam këtë pasdite me një fëmijë në krah. Ti e gjyshja fëmijës, na trego se ku e le. Jo, natyrisht që jo. Po disketën, ku e keni quar disketën? Çfarë është kjo disketa? O, çfarë po bën policia? Të shkretat ne, na i këtë motrën. Më dëgjoj me kujdes se nuk dua ta përsëris. Duam disketën e bankës kombëtare dhe duam edhe 1 milion. Na sillni të gjitha tek liçeni nesër në darkë, ndryshe motra shkoj. Atëherë mos ishte që në telefon zonja Alice? Jo, as pak. Ishte zëri një burri dhe bashkëpunëtori I tij. Çfarë? Një burr? Ata duan disketën dhe 1 milion. Me njëjta disket kompjuteri që po kërkojnë dhe komisarët Uliksi dhe Robinsoni. Pikërisht, komisar, duhet të shpejtojmë. Për ndryshe motra Bechamel, shkoj! Çfarë do të thotë shkoj? Kush je ti? Çfarë do? Oh, shpirti im. Mirë, ti qënë ke Alisa. Pra ti e ajo që vodhe disketën e bankës. Jo, nuk është e vërtet. Po na ndjekin. Ne jemi në rrezik dhe unë nuk jam një hajdute. Alisa thot se nuk është hajdute. Nëse është e pafajshme, pse gjuheti oficerët e policisë tek spitali dhe më pas vendosi ta arratisej? Komisar, po sikur ata të mos jenë fare polic? Por Prudence, a ke ndonjë provë për këtë? Jo tamam, komisar. E pse të mos ja japim disketën? Mos u shqetësoni fare, ky nuk është problem. E kam bërë një kopje. Të lumë, Gjoxho. Po tani si do t'ja bëjmë për problemin e parave? Po kjo është e lehtë. Me printerin tim me ngjyra fantastik mund të bëj para sa të duash. Para falco? Po, por vetëm sa për të liruar motrën Bechamel. Mirë, në rregull.
Duhet të gjejmë zonjën Alice për t'i bërë një 2 pyetje. Po unë të thashë nuk di çfarë është ajo disket. Dhe ja ku bën, parat, disketa, erdhi koha të shkojmë të çlirojmë beshamelin. Po kartën e identitetit, e gjete gjë? Ja ku është, Gjoxhoja im i vogël, ja ku është. Na pas ka ikur. Mos u shqetësoj, Olix, se kam një ide shumë gjenjale. Çfarë lloj ide? E shikon atë dërdolecin atje? Do ta përdorim në vend të motrës beshamel. Është një hile. Nga kjo që kam vënë jam i bindur se zonja Alice nuk do ta kuptoj që jam një punonjës policie e Eliot. Thua ideali të mos sjell valigjen. Në fillim ne duhet të shohim zonjën beshamel. Po sikur po vonohen shumë. Oh, jo. Jo, është e pabesueshme. Çfarë i ka bërë motrës son? The sky is blue. Good afternoon, Mr. Brown. Ndim, të lutem. Jam në të lashe, më ndimo, Balamed. Okay, let's go. Lob? Që ka i? E kam dëgjuar edhe më parë këtë zë. Pa dyshim, ju jeni zonja Alice. Në emër të ligjit, jeni e arrestuar. Klotild, ishim shumë të friksuara. Mos u shqetëso, nuk ka më rrezik. Mbaroj çdo gjë tani. I arrestuam rrëmbyesit. Po, unë e njoh mirë këtë zë. Këta janë rrëmbyesit. Edhe unë e njoh. Ti po kërkosh nga policia, sepse ke grabitur një struc nga kopshti zoologjik. Po këtë pse s'ma pas ke treguar kurrë. Ej, ti, Gjelbanik, ma kthe me një herë këtu! Nëse Macia nuk më jep me një herë valigjen, do t'ja pres flokët me shamelit. Bukurosh, lëre atë me një herë! Nxito, Olix! Ulixi dhe Robinsoni nuk janë polic. Por ata na treguan dokumentin e policisë. Janë falso, janë dokumenta falso. Prandaj ata donin disketën e bankës kombëtare për të bërë para falso. Nuk e di nëse më kuptoni. Tani e kuptoj. Falsifikues parash. Aha, për bindsha. Për ta marrë atë disket, ata më kërcënuan se do të më merrnin fëmijën. Kështu që unë u trëmba, edhe ja, jam batha duke vjedhur një makinë. Kjo disket tek ju do të jetë më e sigurt. Shpëtua për pak. Mos, më duket se në u shpërikon. Ej, po ti gjyshe, qfar po bën këtu? Mos u tremb. Do të ndrojmë gomën, do të mbyllim gjyshen dhe pastaj të ikim. Do niseni, po si? Edhe goma rezerv nuk bën. Mos u tremb, Olix. Do të marrim valigjen, do të marrim edhe gjyshen dhe pastaj do të ikim. Çfarë parash po flisni? Për ato që keni brenda në valigje, pa shikojini. Gënjen. Shikoj me vëmendje.
Gjithashtu, shikojeni pak dhe disketën. Shpejt, shiko Robinson e keti. I gjeta! Polici falco sa po vuri disketën që ishte në valigje. Pa e ditur ata janë lidhur me kompjuterin tim. Tani e di me përpikmëri se ku janë. Nëse ju doni disketën origjinale, atëherë duhet të shkojmë tek shtëpia ime. Nuk na pëlqen të ecim. Shpresoj që Xhoxhoja ta di se ku jam. Në një stuhi të tillë, një çadër e hapur është vërtet rrezik. Jam i madh, nuk kam nevojë për tado. Kuptove? Mirë. Shikoni, po kthehen në musheron. Mos, çfarë ndodhi i humba? Po sigur të jetë një kurth. More Eliot, të thash një kaçavid, jo çelës. Po unë nuk shoh asgjë, komisar. E po atëherë ndize dritën. Çdo gjë duket e qetë, ikim. Çfarë? Po na bën për butallenj? Mos u mërzit, ikim nga rruga komandove. Qëndro aty ku je. Më jep disketën shpejt. Aty tek xhepi i pantallonave. Më falni, komisar. Ejani lekë të vogla. Ej, çfarë bën? Ajo çadër është e imja. O, mos, ata ja futën vrapit. Nuk vlen fare kur baruti është i lagur. Hajde, mjaft tani, më ktheni me njëherë çadrën time. Edhe ju paralajmërova, po ju që në keni budallenj. Në emër të ligjit jeni të arrestuar. Faleminderit. Sa mirë, tani erdhën dhe dritën. Ju urojmë rrugë të mbarë, zonja Alice. Po t'jeni shkule. O, Eliot, mos bëj ashtu. Paqim. Me qëra fjala, nuk e morëm vesh emrin e bebit. Thank you.